Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq dy vëllezër, shtetasit Arion dhe Klisman Hasaj, të akuzuar për 5 vepra penale. Në kuadër të hetimeve mbi ngjarjen e ndodhur në datë 5 janar 2025, ku rreth orës 7:15 në vendin e quajtur Dragoç, njësia administrative Posri, Bashkia Shkodër, u vra me armëzjarri në automjetin e tij shtetasi Ramazan Mataj. Në lidhje me këtë ngjarje, pasi janë kryer veprimet hetimore dhe procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit në përfundim të hetimeve, u morën të pandehur vëllezërit, shtetasit Klisman Hasaj dhe Arion Hasaj, të cilët akuzohen për kryerjen e veprës penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municioneve, prishje e qetësisë publike, sigurimi i kushteve për të kryer vrasjen dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës.